Zhurmat mëruese shkaktuar nga kjo pajisje gjatë gjithë kohës ka filluar të bëhet të shqetësuese për banorët e lagjës Bregu i Diellit në Prishtinë. Në një rrëfim për Gazetën Nacionale, Leonora Rogova, banore e kësaj ndërtese, ka treguar se pajisja është vendosur nga Drejtoria për Menaxhimin e Rrugëve, e cila funksionon në kuadër të Ministrisë së Mjedisit. Ajo thekson se banorët nuk janë paralajmëruar paraprakisht nga Ministria për vendosjen e kësaj pajisje. Zonja Rogova ka bërë të ditur gjithashtu se kanë adresuar ankesa në të gjitha institucionet përkatëse, por deri më tani nuk kanë marrë asnjë përgjigje apo zgjidhje. Gazeta Nacionale ka tentuar të marrë një qëndrim edhe nga Ministria, përkatësisht nga Drejtoria për Menaxhimin e Rrugëve. Mirë po, deri në momentin e publikimit të kësaj video, të njëjtit nuk kanë kthyer përgjigje. Masi e kanë shtru me zeft, pa paralajmërim, s'kemi ditë as çfarë ndodh, kanë veç e kanë shu krani ma ka çu gjumin. O dridh banesa, edhe veç e kanë shu çet mjetin për mi. Edhe kom dal ka qenë shi fundi dhjetorit, rreth 25 dhjetorit, para 2 viteve. Edhe ju thash çka është ky mjet, se na nuk jena të njoftuar. Unë çtu jetoj. Veç e kanë shu dhe kanë dal. Kur far paralajmërimi as, kur far sfigimi s'm kanë dhënë. E kom njoftu burrin, e kemi shku si është situata, edhe as kemi pas përgjigje, kemi bë ankesë si inspektorat, kemi bë ankesë në të gjitha instancat. Kur s'na ka thënë kur gjë. Mas 6 muajve lëshohet kjo aparatura, edhe bën zhurmë pa kur far kontrolli, ditën, natën, shqetësuese, s'mundesh me qenë dritare, banesa vibron. Do më thonë ç'dimo, i kemi edhe ju e patë, do më thonë erdhët edhe gjatë këto të funksionu, i keni edhe videot natën që shulshohet, edhe prej qershorit, që 1 vit e gjys, ky maltretim nuk mal. Ka ndodhur që gjithë natën kemi nejt edhe e kom prit orën 7 mëngjesit, kur ka fillu orari punës, kom shku vetë pra policia dhe kom thonë ja ka nis orari punës. Hala është aparati në funksion. Hajdeni tash e keni dikon zyre, se do më thonë herë është, herë s'është. Janë s'di sa deklarata që jemi dhonë polici. Sa që njëherë jemi detyru me fëmijë më qu edhe më shku. Jemi anku mas, kom shku në polici, në inspektorat, ka ardhur inspektorati, ka thane kemi me hek mas 2 javë. Kur që, kom shku në komunë. Jam taku me zyrtar komunal. As zyrtar komunal nuk, do me thonë, vitin e kalun ka qenë kjo 9 orë, që s'është nalë 1 muj dit, të dhoma ku flen vajza, të dhoma ku flen djali. Dritaret jënë bo për të hapë. Në nuk me menajt e izolume me dritare mbyll. Plus edhe me dritare mbyll, kjo është e dëgjut edhe jo, po më shumë mirë që lut. Në me thënë kur erdhët, me pa çfarë vibrimi ka. Ka qenë një police, verën e kalume i kom thirë dhe ka ardhë dhe ka pa edhe njëherë, edhe tha e kom bo një deklaratë shumë profesionale. Ka më vazhdu, është faza e dytë, në nuk e kuptoj, çka nuk kuptojnë këta me fazën e parë, fazën e dytë e kanë lënë ziftin shplut. E kam pru pajisjen pa na lajmëru. Këtu hyp kush dën, kur t'ka qef, qysh t'ka qef. Na qëtu jetojmë, as vinë me marrë leje, as vinë me thonë kemi me punu, as kanë ardhë kur me thonë kemi me punu, se her pas here kam pas nevojë dhe pa qenë kjo pajisja. Po. Edhe kanë ndodhur për shembull fëmijët kanë thonë nën është dikush te dritarja. Kjo është shqetësuese. Unë kam shumë pishman i bi që nuk i kom incizu edhe si kom fotografu me dëshmi krejt bërllogën sa kom hekun sa ka hek vjera jam me bërllog. Çto janë pamjet? Çto janë pamjet që i kemi mana. Këto i kemi bo kur është shtru me beton. Mas jo shtru me beton, këto është rrit temperatura se banesës i bjen shumë dielli. Edhe praktikisht ti nuk mundesh me jetu në temperaturat alta. Edhe qysh me thy pak, edhe me rregullu, edhe me tërprej pak këto se pa dashje dikush edhe i pështon diçka pisnaltit ose qysh do të qyshtet edhe thjesht për mu, se unë sun shoh bërllog edhe dhej edhe këtu çka i bar tera, me saksia të vogla e kom bërë që të gjelbre. Kanë ardhur mas disa viteve, që kjo ka qëndru qështu, që unë e kom mirë mbajt, kanë ardhur dhe kanë thënë duhet mi largu se kemi me bëni renovim. Mbrana ditës, unë vetë, pa ndimin e kërkuj, kom largu, se janë gjana vogla. Kemi bë ankesa në inspektorat komunal, disa ankesa në inspektorat komunal janë të protokollume. Kemi bë ankesë në emën të gjithë banorëve se nuk njihet kjo vetëm tena. Por neve na ka kap qysh me thonë mas jemi e kemi qasjen. Çto, mas qasja do me thonë dritarja është para terasa është para dritares tonë. Se për ndryshe sa ma nalt kjo zhurma njihet ma shumë.
Edhe nuk keni marrë kur gjë përgjigje? Asnjë përgjigje. Vetëm përgjigja nga Ministria e Infrastrukturës, që ka qenë ma shumë kërcënim se sa ndaj përgjigje tjetër. Çka kanë thonë mesin e përgjigjes? Është dashur me u bë renovimi, sepse ka inventar disa vjeçar, shumë vjeçar, që e kuptoj, edhe janë shkaktu shumë dame nga keqpërdorimi i terasës. Na nuk kemi dalë, kur s'dalim. Unë kom dalë në terasë vetëm kur e kom pastru. Unë nuk e shfrytëzoj këtë terasë për kur gjë tjetër. Fare. Se nuk është ambient që mund është as me dalë, as me bukur që në ta. Me thoni, vetëmi shfrytëzim që ka qenë që kjo mirëmbajtje për hirë temin mas pari, për me largu temperaturën, për me largu mbeturinat, edhe për komunitet në përgjithësi, s'kam nevojë me pa betonun kur mundem me bë diçka pak më të bukur.